Përshëndetje dhe mirë se vini në një video të radhës. Në këtë video do të flasim për editorin, ose si ta quajmë sajt editori kryesor, që është vet i WordPressit, që ka shumë emra, disa e këthirin edhe klasik editor, njëkohësisht është edhe e Gutenberg, Page Builder Gutenberg, po dhe ma mirë që mund ta kena si term, e kena site editor. Thjesht edhe fjalën e ka këtu site editor. E tu do e shikojmë domethënë pjesën e editorit, që mund ta bëjmë një website edit direkt prej WordPressit. Mirë po, normal, kjo vlen vetëm për thimat që janë domethënë aktiv me WordPress. Në thimat që janë aktiv me WordPress. Një prej thimave që kena aktiv është kjo thimi i WordPress 2024, edhe këtë kena mundësi tashmë e bë edit në site editor. Kur e klikojmë të butonin site editor, na shfaqet që ta shkoj pamja këtu, e që i kena këtu disa opsione. Opsioni i parë është styles, tu mund ta zgjedhim domethënë globalisht mund t'i ndryshojmë domethënë stilizimet e webit tonë që i kena të gatshme. Për shembull, këtu i kena këtu disa stilizime, për shembull, e marrim këtë. Dhe kjo ndryshon komplet webin me gjithë ngjyrë edhe font edhe gjithçka çfarë ka globalisht, ose këtë. Në ke lloj ndryshme, për shembull lejmë këtë, edhe paletat i kemi ngjyra këtu që mund t'i zgjedhësh ti vet. Pastaj kthena mbrapa, edhe kena pjesën e typografi, domethënë me ndryshu fontin. E këtu i kena domethënë tu fontin e kena parën, ditën që mund ta ndryshojmë si font, mund ta bëjmë plot fonta, mund të bëjmë install fonta. Kena domethënë tu tre variante të fontave që janë për momentin vetë të WordPressit. Edhe këtu domethënë i kena edhe tekstin për me e bë më të madhe, më të vogël, edhe me ndryshu domethënë pjesën e pamjes, a do jetë thin, medium, semi bold, bold, e kështu me radhë, edhe a do jetë uppercase, të gjitha me shenjat të mëdha, lowercase, të gjitha me shenjat të vogla, ja pra si ndryshim, edhe domethënë capitalize, që tregon një shkronjë para e madhe, qira domethënë të vogla. Ose e lejmë domethënë kështu siç është by default, edhe këtu ke domethënë ndryshime tjera që mund t'i bëjmë domethënë sa i përket tipografisë. Pastaj kena pjesën e linkave, njëkohësisht që mund t'i ndryshojmë, edhe titujve, headingit, H1, H2, domethënë H1-shi, domethënë çfarë madhësi do ketë, çfarë fonti do ketë, sa do jetë e madhe, ja, pra shih si ndryshon kjo home këtu. Domethënë nëse e bëjmë S është shumë e vogël, ne e lejmë XXL, domethënë se gjithmonë H1, domethënë H1 duhet të jetë më e madhja dhe kryesorja. Andaj domethënë gjithmonë duhet ta keni parasysh që në një faqe nuk duhet të ketë më shumë se një H1, më shumë se një heading. Nuk duhet të jetë vetëm një. Pastaj tjera do vazhdojnë të fillojnë prej H2, H3, H4. Sepse kjo ka rëndësi shumë në SEO, sepse Google nuk mund pastaj ta identifikon se cila prej këtyre është H1 dhe cila është fillimi i web faqes. Andaj duhet me pas vetëm një H1 në një page. Pastaj kthehena mbrapa te captions, njëjta design është, edhe kena tek buttons, domethënë butonat me ndryshu, me i pa domethënë sa të mëdha sa të vogla janë, me ndryshu këtu madhësitë dhe gjëra të tjera. Në kishë se i përket pjesës typografisë, pastaj kthehena mbrapa, ty kena ngjyrat, kollorat mund t'i zgjedhim tu vet, për shembull kontrastin mund ta zgjedhësh ti vetu, ja pra tash kjo u bë më e kuqe, mund ta bësh gjelbërt, kontrastin, diçka kështu. Edhe thimin, gradient mund ta bësh me lëvizje, edhe këtu i ke domethënë mund shtosh edhe më shumë ti vet, e kështu me radhë. Tu mund bësh domethënë ndryshime sa duash në i përket gjirave. Edhe kena pjesën e backgroundit, tu mund vendosim background me fotografi, ose nëse kena prej mediave, ose nëse mund ta bëjmë plot një foto të një foto tjetër, që ta shikojmë çfarë foto mund të marrim, diçka që duket pak më e mirë, një moment.
Për shembull këtë, e marrim këtë si fotografi, ja, pra tash do të thënë e bëjmë si background të fotografinë, mund t'ja vendosh website-in tonë si background, do të thënë një fotografi, ose e largojmë, e lejmë kështu siç është me ngjyrë, kthena mbrapa, e kena pjesën e shadows, do të thënë atë hyen, hyjezim, kena për shembull këtu hyjezim, mund t'i bëjmë drop down on site, do të thënë ose brenda ose jashta, kena për me bu pak më të hapur, edhe tu mund ta zgjedhësh edhe çfarë don për elemente të ndryshme. Kështu shadow, domethënë varësisht çfarë shadow zgjedh, që ne domethënë mund t'ja bëjmë website-it tonë si shadow, këtë pjesë, nëse e ka domethënë këtë anash këtu tek shadow, radius, ja pra ku është shadow, edhe e zgjedhim tash. Okej, një moment. Okej. Duhet të vendosim edhe këtë me shadow, tek border, jo radius, background, jo, kjo nuk e ka shadow, kjo nuk e pas as opsion shadow, nësa kjo e ka pjesën e shadow, andaj dhe me thënë këta e kene tek opcioni këtu, border and shadow. Për shembull marrim edhe një element tjetër, nëse për shembull e marrim një buton, për shembull e marrim të një buton edhe e shkruajmë për shembull kliko këtu, edhe nëse klikojmë të butonin këtu e kena opcionin dikun shadow, background, margin padding, radius, shadow. Ja ku është edhe kjo. Ja pra drop down shadow. Ja pra të opcionet që i kishim pak aty ku i shikuam pak më parë. Edhe e zgjedh për shembull këtë shadow ta ketë. Ja pra shive si lëviz butoni këtu me këtë shadow, ose këtë, ose këtë, ose këtë, ose këtë. Kjo është domosdoshmë sa i përket pjesës së shadow. E bëjmë për shembull këtë save, edhe tash do na shfaqet kjo menuja kliko. Tash kthena mbrapa. Ja pra, kthena këtu shive tash si duhet iki butoni këtu shadow. Ja pra, do të thënë ku e ka me shadow. Kish sa i përket pjesës së shadow. Kthena mbrapa, e zgjedhim layoutin. Layouti është domethënë korniza ose dimensionet e strukturës së website-it, sa do jetë e gjerë dhe sa do jetë e ngushtë. Për shembull width-in e kena këtu 1280, si mund ta dallojmë se çfarë width-i është, ose content width-in, domethënë e kena këtu, këtë mund ta arrisim për shembull, mund ta bëjmë 800, edhe ja pra kjo që bëhet më e gjerë. Nëse e bëj për shembull 400, kjo do bëhet më e ngushtë për shembull. Ja, pra shihë si bëhet kjo më e ngushtë. Nëse e bëjmë për shembull këtë 1200, edhe kjo do dalë full më e gjerë. Kjo është domethënë sa i përket kësaj pjese për layout. Pas kësaj e kena pjesën e navigation. Tek navigation është menuja, që kena domethënë tu tek menuja i kena domethënë 3 page-a, që është home page-i, është simple page-i edhe është services. Tu më thëmë mund t'i shikojmë gjithmonë menuën tonë që me u pa se ku jena dhe çfarë page-i dëshirim të ndryshojmë shpejt e shpejt. Kjo është domethënë menuja, navigation menu. Edhe kena pastaj pages, tu janë të gjitha faqet që i kena ne domethënë krijuar për momentin, e që i shikojmë këtu se çfarë dhe si, faqet e publikume, scheduled, ato që janë bërë me scheduled, drafts, ato që janë draft edhe nuk janë publikume, ato që janë pending, presin në aprovim, privat, trash,
Këtë do të thonë që kena bërë trash edhe all pages në të gjitha paget me statusin all. Pastaj statuset tjera janë published e këto e kështu me radhë, këto që i cekëm tash. Edhe kena pastaj pjesën e templates, të kena templates të gatshme, që ne për shembull mund t'i përdorim sa i përket këtij thimi, e kena templatesin për shembull për page sidebar, ja pra kështu duket kjo page sidebar, të për shembull mund t'i ndryshojmë këto pjesë këtu, mund të bëjmë lëvizje, këtë e lejmë për shembull në gjallë, në drejt, anash, mund ta lëvizjem, këtë ikonën dëshiroj që jetë në center, edhe i them center, e kështu me radhë. Këto mund bëjmë ndryshime, kjo është një template i gatshëm, që ne mund ta bëjmë ndryshimet për këtë, edhe pastaj kthehena mbrapa, edhe të kena të gjitha templatat që janë të gatshme, domethënë prej këtij thimi, që është thimi i vetë WordPressit. Edhe pastaj kena pjesën e patterns. Patterns janë domethënë dizajnet të gatshme, pjesë që ne domethënë mund t'i përdorim për nevojat tona. Për shembull, unë dëshiroj të përdor të patterns për call to action. Edhe këtu ke disa call to action, për shembull kjo me çmime. Është një call to action, mirë po nuk është ende sinkronizuar tek webi jon. Edhe këtu ke për shembull edhe patterns të ndryshëm, pattern për header, pattern për footer, për general, edhe all templates që janë të gatshme këto për të theme që i kena. Edhe kjo domethënë ishte sa i përket pjesës së editorit që hinëm tek Appearance Editor. Edhe kjo domethënë del pamja e parë sa i përket site editorit, që domethënë nëse ti punon me një theme të gatshme prej WordPressit, falas që është, që nuk ke shumë eksperiencë, edhe dëshiron të punosh vetëm të ky theme, nëse ke një website shumë të thjesht, ose një blog shumë të thjesht, këto domethënë mund t'i editosh prej këtë pjesë, i të i zgjedh domethënë dizajnet që i pam te kjo pjesë. Kjo domethënë është sa i përket site editorit që quhet në WordPress si term. Provonje edhe ju tash, nëse keni pyetje ose diçka të paqartë kjo pjesë, më shkruani domethënë në grupin në WhatsApp për me ju përgjigj sa më shpejt. Pas kësaj video do nisim tash në detaje tek elementet e Gutenbergut ose site editorit. Deri në video në radhës, mirëmbëjtje.